si pula, si ti, nëse me kaqërota kam fjallën, kështu që... Momentalisht, sa copa janë? Duhet me konë mbi 500 copa të gjitha llojet, për shkak se dimnit unë i selektoj, i mbaj ma pak, mës me konsumu shumë. Shota gusa qura këtu edhe këtu janë rreth 200 ashta me fazona. Pula kuqe, trosh, kjo me konë të leshta. Sa është çmimi? Zakonisht 15 euro një pul, 20 një gjel. Agron, sa ja ke po hojrin këtij biznesi? Hajrin ja shoh vetë që nuk e humbi kohën poshtë, mas pari. Unë besoj që bujqësia është ngrit. Edhe kështu që më bjen shumë pak me shit vezë, megjithatë nuk dalin tre kur, këtu i marrin. Për çdo ditë thret dikush. Është 2 pula shkojnë kaq shumë, po. Miqtë mi, përshëndetje, jemi në fshat. Fale o burr. Se me qëllim e puna. Nuk kërkom një rrës. Jemi miqtë mi në fshatin Ternov, komuna Skënderaj. Kemi ardhur tek një fermer i cili quhet Agron Kajtazi dhe mbon shumë lloj shmerite shpezëve, si dhe të kafshëve. Agron, si jeni? Mirë juve? Mirë, faleminderit. Si kalut, a erdh mirë? Shumë mirë, Mirë se faleminderit. keni ardhur në këtë fshatin tonë legjendar. Mirë si ju gjetë me Kështu shkëndijë. jemi autokton këtu për mira vjet në këtë fshat në 3 shpatina, pra edhe tash emrimi i ri i fshatit është Shpat, nga se 3 lagjet e fshatit Ternov, ishtë Ternov, janë në për shpatina, në 3 shpatina, 2 lagje Kajtazaj dhe 1 Bajraj. Pra jeni në lagjen 2 Kajtazaj. Mirë se keni ardhë, faleminderit për kohën që keni gjetë. Shkëndijë e jona. Atëherë po kalojmë tek pjesa e firmës. E thash krejt në fillim se mboni shumë lloj shmerite shpezëve, si dhe kafshëve. Çka mboni më konkretisht? Cilat lloje? Po, për shtanzve kemi, do të thot, lop edhe dhi, sa për shpenzve kemi pul, gjeldet apo qura si i thojmë, kusa, mjelma, fazona, shota, gjitha lloje, thoja. Kështu që au ka bo rutinë, jena rritme tona, qështu e kena pas gjithë jetën, prej si jam i vogël, qështu jam rrit me shtanz, me shpez, me njerëz, me qëtë fshatori, kështu që tash mu ka bo edhe si lloj biznesi, duke u përpjek të rritjet, kultivoj ma shumë, gradual kemi kriju edhe infrastrukturët mjaftueshme të mirë, do të thotë, edhe, po besoj që keni me i pa disa prej tyne, një atmosfere mirë e zhurmës të pulave, e të shpenzëve tjera, ndërkohë mundu me vizitu. Po, patjetër, duke bisedu, ne po shkojmë drejt shtallës, tash fillimisht tregom kur e keni fillu këtë lloj biznesi, edhe si të lindi ideja. Po ideja u rrit me mu, do të thotë se unë jam rrit me to. Ka lind? Pa, tash me tregu drejt, shpenzt gjithmonë kam pas qef me i majt ma shumë nga se nana, ka qenë gjithmonë që është me dhe pasionante e shpenzve. Ka pas qef, po për një kohë gjatë sa ishte në mërgat, do të thotë unë veç fillova me rritë mu brin pak ma shumë, tash janë rriat dhe su pas pensionimit natyrisht, kështu që ka pula bëll, me mbledh vez, me i pa edhe, kështu që e kemi kriju edhe si biznes, edhe si hobi, edhe është një farloj kulture, kur unë njëna mirë, kur kam mundësi me punu edhe me ushqy, qoft një shpenz, qoft një shtanz, qoft një qena, një masa, një qka të qoft, njëna mirë kur një zog i molit han prej punës tam, edhe një njeri ku të qoft, ka është një dhunti që ta jap zoti e nuk mund është me ble. Sa vite u bënën kështu gjithsej që e mirëni me këtë biznes? Buna me thonë janë 7 vitet e funit që kemi biznes pak ma shumë me shpez. Nuk e di, mund të kallzova që jam rrit me to, për zvoglie, gjithmonë kemi pas her ma shumë për ma pak, por janë këtu 5-6 vitet, 7 vitet e funit, që vesh do të thot mbaj gati me mira copa. A më tregon si ka qenë fillimin e pika të shkurta? Pika të shkurta, pa tjetër po, vesh mos e hap krejt se dalin. Do të thot, mirë, këtu e kanë astë shprejnë e mirë se ordjes vetë, kështu që problemi ja u kuptu gjuhën, po ndërku ke... Mashallah, sa të bukura. Mirë, s'ka gojle. S'po dolje po ma shashim. Ja, s'ka lidhje, hina pet mrena. Po mirë, kur kemi fillu, me kushte primitive, do të thotë infrastruktura ka qenë mjaft e dopt, me ato që kemi pas mundësi me ndërtu koteca, vende për me fjet, për me hangër, për me pi, pra do të thotë me kushte primitive, si koteca që të herë që kemi marru, me druj, me rjeta, me gjana, po ndërkohë kemi apliku edhe program qeveritar ku jemi mbështet. Për Ministrisë Bujqësisë na kanë ndihmu me ndërtu shtallën, është ka një projekt i vogël rreth 30.000 euro, do të thotë 60-40%, apo ma mirë me thonë 17.000 euro shteti, 12.000 euro ne.
Megjithatë ne kemi shti pak më shumë parë tonat për arsye se kemi dashur me pas infrastrukturë të mirë, se tek e funit kjo është e jemja, kështu që ne të kam një objekt duhun, edhe po besoj që mirë tash kanë edhe infrastrukturë të mirë, kanë kushte të mira, kemi mundësi me i mbajt më mirë, më lehtë. Prodhimtaria është më mirë, cilësia e mishit, cilësia e vezëve. Kjo e në ambient hapun, tash është kohë dimni, peshini vetë, por që këtu kanë një terren 22 ari komunën, në dal, me kullot, do të thonë komplet natyral. Brenda kësaj ferme, ne i kemi 1800 trupa pemë, cilët nuk bin desh, do të thotë si konflikt interesi këtu pula me pemën, sepse pula nuk e hanë pemën, edhe kështu që ato kanë edhe hije, po dhe hekin zvaranikat e hekin krimbat e gjanat, do të thotë është një kulturë që bashkëdyzohet perfekt për mbijetesën e dy lloj palëve. Kështu që neve i kemi 2 lloj të interesit, edhe to, sasaj pemtaris, po edhe shpestaris në njëjtën kohë. Pra, edhe kanë hije, edhe kanë kullos, edhe kanë gjitha. Tash në kohën e dimrit si është kujdesi, si ja bën? Kujdesi është du të mi mush koshat me misër, hambarin me grur, mullinin këtu për me blujt, edhe mi unajt gatë shumë brenda. Material mjaftueshëm. Po ka se kemi punu gjithë verën e gatë me toka, me kemi punu mbi 40 hektar tokë, pra i kemi gjitha llojet, prandaj edhe kemi kriju kushte që ti mi mbajmë, ti kujdesim se nuk është veç me mbajt kjo do me hangër, do në ushqim të rregull, do në dietë stabile, do të thotë do të me pas provoj për me mbajt një shpestari, një fermë me shpenzë, sidomos në stilin e llojin e hapur, sepse si janë të hapur në mundësitë e infeksioneve, sëmundjeve ndryshme janë më të mëdha. Prandaj edhe ka pas ndërkohë kam pas vjet që kam pas humbjet deri me zak të fundit. Do të thotë gjitha kanë shku prej një sëmundje, që e cila nuk ka mbrojtje kur fare. Megjithatë prap nuk jam dorëzuar dhe i kam rikthye shpesh edhe i kam prap edhe kështu që kur i vjen rani me humb, se është proces. Vjen ndonjëherë në kontroll veterinari? Po, vinë veterinarët ndërkohë, ata që i ftoj unë natyrisht se nuk ka mbikëqyrje institucionale, ndërkohë unë i ftoj edhe e bojnë një kontroll edhe bashkëbisedoj edhe bashkëkoordinuar, megjithatë tash është bërë edhe formë lehtë, do të thotë forma virtuale, përmes ChatGPT-s për gjona shqetësuese, të cilat muna me i vrejt si diçka po dallon të shpenza apo të shtonza, i morëm disa, pastaj me veterinarin, edhe provoja tona, ecë perfekt, do të thotë funksionon edhe nuk qalojmë në aspektin e këtyne punëve. Vaksinimi një herë në vetë apo si vetë? Vaksinimin unë i bëj krejt shpenzë janë që i kom rrit vetë. Janë shpenzë të vogla. Prej fillimit i startoj qysh ditën e parë këto vaksinuan deri në fund. Pra, siguria është maksimale përveç smundjeve të cilat nuk kanë mbrojtje. Ka smundje që nuk ka mbrojtje, edhe nëse aja të bjen veç mundesh mu përshëndet, ka pas rast të kallëzova pe influencës aviare apo gripi shpezve që nuk ka mbrojtje. Gjitha pulat më kanë shku për mrena viti, e kom pas blompën mrena ferme që s'kom guxu për një mujtit me hi mrena, edhe mas një muje, kur u bo 4 hur këto me i therra me pijjanave, jo më rikëthyje, kom dezinfektu edhe kom fillu edhe atë veti kom po 1700 copa prapë. Nuk jom dërzu. Momentalisht sa copa janë? Duhet me konë mbi 500 copa të gjitha llojet, për shkak se dimnit unë i selektoj, i mbaj ma pak, mërmes me konsumu shumë, sepse krejt kohën hajnë brenda, nuk lëshohen jashtë, prandaj duhet me pas kujdes me numër që mos të krijojmë shumë. Sa pula i keni? Pula duhet me konë mbi 350 copa, shota gusa quara këtu edhe këtu janë rreth 200 ashta me fazona, me gjitha, nuk e dim. Typen tonat janë nuk i njehum për dysmëri. A keni emru ndonjërin prej tyre? A keni emru? Me emna? Po. Jo pula si kemi gjitha me so problem. Jo gjitha pula, po na një që e kishte për qef ose ndonjë gus. Po na zakonisht ku ja bëjmë për shembull pik lojka, çafcullokja, apo de pula kuqe trosh, kjo me kom të leshta. Apo din, qësu, aja me kaquruet, aja qështu, jenë qëtu tripa do të të 300 fëmimi po, se pritë të një do neve. Ja, më të jam ishtë du të mjam gjitë besh një. Si pula, si ti, se me kaquruet a kam fjollë, kështu që... Shojmë, qërë! Pa fri. Kjo është zogje si vjetit, do të thotë e vitit 2025, cili u rrit prej ditës të parë, kur është hapë një kom pe inkubatorit. Sa është çmimi? Zakonisht 15 euro një pull, 20 një gjell. Liri paske? Qështu i shesim. Apo ka të interesum shumë? Ka të interesum, po.
Shimi edhe në fund vet, po besoj që kërkesat kanë me qenë më të mëdha. Bajrame për vitria, dikush dy knajse, dikush dy pula, shkojnë kësa shumë, po qa me bo? Hajde, apo dolim jashtë edhe mos t'i shqetësoj. Agron, sa ja ke po hojrin këti biznesi? Hajrin jasha veç që nuk e humbi kohën poshtë, mas pari. Nuk e qaj poshtë, thjesht mirë me diçka, edhe kjo është me levërdi, nuk është pa levërdi, s'ka punë që e punon njeri se ka levërdin e vetë, nuk është që mund është me mbjetu direkt vish me ta, do të duhet me izgjënu aktivitetet, me gjitha nevoja tjera, bujësia është deti, nuk ka limite veç me qito, dikush e kam pa që njerëz edhe fermerat më të mlaj do të thotë i kanë 2-3 lloj veprimtarish, sepse është e pamundur mbjetosh veç me një. Një verë e keqe çet kungull të kres që thujmë na. Prandaj tani kanë do më janë bojt. Pra, çështo, po kohën po ashtu ke çoj, mirë na me to, është rekreative, është e shtosh. Ju ndihmon dikush në këtë punë? Po me shoqën, me fëmijën, me gjithë natyrisht. Familjarisht po. Çështo. Bujqësisë po m'duket që i ka pak vlera, interesimi sa i përket kësaj pune. Jo si e sheni? Nuk e besoj. Unë besoj që bujqësia është ngrit. Të ngrit? Ashtu ngrit. Tokat veç kanë fillu me u punu mirë. Nuk ka ma tokat djerrina që ka pas në vitet e para pas luftës. Gjithandej thera, mbili jem, hala jem të vujt pasoja të asaj kohë të pa punës që e kemi ba. Do të thotë, tu mos livru, tu mos punu, jenë mush thera, jenë bo këtë batalina, ndërko tash po rikthehet fokusit e bujqësia, e ka levërdin, subvencionimi i mirë i shtetit, natyrisht që na kemi, si fermer kemi dëshirë që të ngritën hala subvencionet e mundësit për grande, me hjek do dokumenta, do procese bürokratike të panevojshme, sepse ka njeri që nashta veç që nuk ka tokë, na më të veç mundet me përfitu kur gjo, po ndërko është një pi bujkve më të mire, më të zellë shumë teren. Pse ai mu diskriminu, pse për çështjet bürokratike. Thjesht nuk e ka një amën të vetë dikun, po ma mirë është me përkra ata, me gjithë forma, me i largu këto bürokratiket edhe ishdasht me ecë bujqësi hala ma mirë. Ishdasht me ecë. E kom dhonë këshillat e mija, qoftë publike, qoftë në për media të thotë që këtë fenomen me largu, me ndihmu njerin që punon. Jo njerin që thjesht ka letra të gatshme. Se nuk është kur gjon veç letra. Merë grandin e marrën shtallën, si t'ja ban atë kohën kalimtare 3 vjeta, 5 vjeta sa ka, batalin. Nuk është kur gjon, thjesht ka përfitu prej njerëzës qytetare e nuk punon kur gjon. Ajo është me kati madhë. Se njerin që punon, pse si ka dhe letra në regull, ata do të me përkra. Unë mendoj qështu. Po du me ju pyta ashti loje qëfare ishën aty për brenda, ku i kini marrë, qëfar race janë? Zakonisht lojet i kam të përzime, kam të loje, unë maj pull katuni. Pullat tona që kemi pas. Kini blenë trega, po? Wallahi, jo, s'kom blenë treg, jenë pullat mijat. Ndërko ku morë vezna është atë një shok të një mik, i kom hap vetë, po këtu i kom hap krejt me inkubim edhe me pula kloqe që i thojmë na. Do të thotë, janë pula tonash, autoktone, klojeve të ndryshme, disa i thojmë krate, plumat trak, amrak, Abraham, kam të lloje, qafcëllaket vjetra të në herit, tana llojet e pulave janë thuja të përzime, se tash janë gërshetua dhe llojet e tyne, të arë të lloj veze, prej sjashte, të lloj. Megjithatë, janë pulat fshatit, pulat lira, pulat çnoshat mira me hangër. Vez i shesni? Zakonisht na me vez punojmë pak, sepse unë vez që i marr në turmën e madhe, i hapi për veti zoq. Ndërko, me njëherë i liroj venin për zoq edhe i heki pulat e vjetra. Edhe kështu që më bjen shumë pak me shit vez, megjithatë nuk dalin tre kur, këtu i marrin. Për çdo ditë thret dikush pyet për tu, as ka, si ti thon që ka vjekerë që tu i merr. Po s'ka problem. As pul, as knos, as vez, as kur në jetë në treg qit s'ka. Që tu i marr. Tashme që jemi në fund vit edhe festat po afrohen, po besoj që ka me pas interesim shumë të madh me prej aty një gjel për dark. Me orez, me pas i këtyne herë, e me ull, me tërshi, me hangër ma, dhe i qashtu mo. A mundën me ardhë me bli? Unë është me arë me marë, veç është numëri i kufizuar. Deri në sa e ki me besa ka edhe të porosit. Sa e ki të porosit, a?
duhet me kanë janë 20 copa gjela që janë të porositur. Edhe sa kanë mbet pra që njerëzit ata që dojnë Nuk me po du me bo reklam se mrena diti heki krejt. Kështu që s'po du me bo reklam për vetis, ma mirë me moj që ta shuk, bje që a vinë, gjithmonë me marrë në të vinë prapë në të marrë, nuk kam pull me furnizu në këtë Kosovë. Është e pamundshme. Natyrisht. Indrum, unë ju falenderoj dhe ju dëshiroj shumë suksese në punën që e bëni. Ishte shumë kënaqësi. Mara suksese, po shkoni gjithandej, po gallnjeni me këto intervista, pak janë cikletshme për neve që i dhojmë, ju e keni punë. Na është për neve është pak stres. Po duk që ishte sikletshme për ju. Nuk e kam refuzu asnjëherë deri sot asnjë media, duke pas qëllimin ma çdo është bën shumë qetë. Të bëhet një sensibilizim i mirë i qytetarëve për punë, për çdo qoftë. Natyrisht se i pagabushëm nuk jam mason, i pagabushëm veç lomi Zot. E në atjerë të bojnë gabime, po besoj që na falen, qëllimet i kemë të mira. Faleminderit shumë. E vlerësoj, respekt. Mirë u poshim, faleminderit, rrugë e marë. Mirë se mi, ne takohemi herave të tjera. Mirëmbëjtje.